mendoj se bashkarisht do të bëjmë edhe në judo dhe në mundje do të bëjmë suksese të larta. Zoti Shaban, për fund të kësaj interviste, cili do të ishte apeli deri tek të rinjët, të cilët me siguri të vinë numër më të madh dhe ta kalojnë kohën tu e jo rrugëve? Të rrit mund lirisht prindve u bë një apel se kja shkollë dhe kjo objekt është objekt shifët edhe vetë, se është një objekt shumë i mirë në kontrolën tonë dhe në mbikëqyrjen tonë dhe lirisht mund t'i dërgojnë fëmijët dhe t'i largohen gjëve më të këqija që të kenë fëmija se duhet energjin të harxojnë këtu, po jo në përvendet të tjera. Apeli im është që çdo prind ta ketë me dije se këtu bëhet sport, këtu mundet të ketë një organizim, një shoqërat për shembull që mundemi të vazhdojmë me punë dhe me suksese të larta. Zoti Shaban, në të ardhmen me siguri ka një mori garash, me siguri do të mirë një pjesat në ato, cilat janë, a mund të na i thoni? Po na planifikojmë për shkak se individualisht do të përcjellmi çdo mund se çfarë rezultate mundemi të arrijmë. Së pari herë duhet të marrëmi pjesë në garat shtetërore, individuale dhe pastaj çdo individ prej tyne do të kemi parasysh që sipas kvalitetit të tij a ka nevojë për të dërguar në për garat e ndërkombëtare ose të ndryshme. Боречкиот клуб Хедис постои релативно кратко време. Klubi i mundjes Hedis ekziston një kohë të shkurt, që nga fillimi, ideja ynë ishte që me një sportist të madh, siç është Shaban Sejdiu, të krijojmë kushte që gjeneratat e reja të rriten në frymën e sportit dhe fitoreve të Sejdiut. Detyra e këtij klubi është që këtyre mundësve t'u ofroj kushte të volitshme për punë, të cilat siç keni mundësi të shihni, edhe i kanë. Sukseset për klubin ton veç më kanë filluar të vinë pasi nga një turnir jashtëzakonisht i fuqishëm në Belgjik u kthye me 3 medalje, 2 prej të cilave të arta dhe 1 të argjend. Apelojmë të gjithë të rinjët që e ndjejnë veten të gatshëm për stërvitje, le të urdhërojnë të na bashkangjiten dhe për krah një kampioni të madh siç është Shaban Sejdiu të arrijnë rezultate të mëdha. Makedonya'nın tanınmış iş adamlarından Kisha mundësi të ndjek 2 stërvitje të klubit të mundjes Hedis nga Shkupi dhe për mua ishte një surprizë e madhe që kampioni i madh, mundësi me nam botëror dhe miku i afër Shaban Sejdiu është koordinatori i këtij klubi. Për mua, gjithsesi është një vendim më së i qelluar. Jam më së i bindur se këta djelmosha prapa meje që stërviten nga Shaban Sejdiu, pas disa vitesh vendi tuaj do t'i sjellin medalje të shumta nga veprimtari të ndryshme me përmasa botërore. I uroj klubit të mundjes Hedis, Shaban Sejdiut, trajnerëve dhe të gjithë mundësve suksese të mëdha gjatë karrierës së tyre. Unë si trener jam shumë i kënaqur nga kushtet momentale që kemi. Pasi të njëjtat neve si trenera po na mundsojnë një punë më të lehtë, por nga ana tjetër edhe mundësit janë më të motivuar për punë. Kjo na bën neve të gëzueshëm si trener, edhe ndërkohë për të gjitha këto njëri ndër njerëzit kryesor është Shaban Sejdiu, i cili është një themelues i klubit. Ndërkohë aspekti financiar na përkrah shumë Velja Ramkovski, drejtori Toni Nikolovski dhe normal Hedis, firma Hedis. Shpresoj që me këto kushtet momentale që kemi dhe me organizim tillë që kemi momentalisht, së shpejti do dalin mundësa të cilët do të na përfaqësojnë mirë së pari në vend, po edhe në arenën ndërkombëtare. Pra faleminderim të madh së pari shkon drejt Hedisi dhe Shaban Sejdiu, i cili e ka bërë gjithë këtë punë deri tash. Zoti Abdul, kishit veç një paraqitje jashtë vendit në Belgjik, ku u kthyet me rezultate, mos them impozante, por rezultate për lakmi. Po shisho, ata janë mundësit të cilët jetojnë në Francë, por kanë shpreh dëshirë të jenë antar i klubit tonë Hedis, dhe na me dëshirë kemi pranuar. Pasi shkolla jonë është e hapur për të gjithë mundësit, si në masoni dhe jashtë që mendojnë që të kenë rezultate. Dhe ata janë paraqitur në emër tonë dhe për një kohë mendoj që suksesi i tyre është për të përshëndetur. Besoj që Adil Adili do të jetë në të ardhmen edhe një ndër reprezentatuesit kryesor në mashtrëni, pasi bëhet fjalë për një talent jashtëzakonisht të madh. Besoj që edhe përkrahjen nga ana jonë do ta ketë maksimale. Unë me këtë sport mirë na gati 8 vite. Sukseset e mia janë jam kampion në Maqedoni,
në Kosovë, në Shqipëri, si dhe jashtë vendit, në Bullgari, Turki, kam pas rezultate suksesshme vendin e dytë. Në Francë jam bërë vendin e tretë, edhe në turnire ndërkombëtare kam marrë pjesë. Jasin thej se ushtron që 8 vite, ku e ke fillu ti karierën? Unë karierën e kom fillur të klubi mundjes Liri, pastaj në klubin mundjes Qajër dhe tani kam marrë këtu te klubi mundjes Hedis. Cilat suksese, cilat gara të presin në të ardhën, Jasin do të marrish pjesë me siguri në Po në për turnire ndërkombëtare, në për turnire ndërkombëtare, në vitin e ardhshëm do të më përgatitem për kampionatin evropian, që ma siguron klubi mundjes Hedis. Dhe shpreson do të arrish sukses. Po, shpresoj të arrijë ndonjë të sukses. Unë quhem Lavdrim Salihasi. Lavdrim, sa kohë ushtron ti mundje? 3 muaj. Që 3 muaj. A ka arrijë ndonjë sukses? S'jam, hala nuk jam. Mirë po e donë këtë sport, po? A je rregull në stërvitje? Po. Dhe cila ishte dëshira jute të arrish të bësh një kampion si Shaban Saidiu, apo? Po. A të shpresojmë se do të bësh kampion? Shpresoj. Unë e qenë Ergini Seni. Sa kohë edhin ushtron ti mundje? Që 2 muaj. Që 2 muaj. A je rregull stërvitje, po? Po. E donë këtë sport? Po. Cilat janë dëshirat tua? Famën e cilit të mundësh të arrish, si cili mund këshe pas dëshirë të bësh? Si Shaban Saidiu. Po. Dhe a shpresojmë se do të bësh si Shabani, po, a? Ti edhe në zënës, po, mëson në shkollë? Po. Dhe zbashko edhe mësimi edhe sporti mundën ashtu. Po. Të urojmë sukses, shpresojmë se do të na gëzosh me suksese në ndonjë medalje. Faleminderit. Si që është të qëni? Emir Zekiri. Emir, sa kohë ushtron mundje ti? Që 3 muaj. Që 3 muaj, e rregull stërvitje? Po. E donë këtë sport? Po. Dhe kishe pas dëshirë të bësh si cili mundës? Po, si Shaban Saidiu. Po. E dëgjon ti Shaban Saidiun, e dëgjon? Po. Dhe çka të thot ai ushtron? Po. Po. Je i rregull stërvitje? Po. Po edhe në zënës? Po. Të falenderojmë për këtë intervistë. Një maksim popullore latine thot: dita e mirë shifet në mëngjes. Kështu që, gjikuar si pas kësaj menqërie popullore, në të ardhmen prej shkollës së mundjes Shaban Saidiu Hedis, pritet të dalin mundës të rangu të lartë, si veç Shaban Saidiu, pastaj Shaban Tërstena, Abdullah Mehmeti, Hasan Bislimi, e shumë të tjerë. Në këtë shkollë të mundjes, dyjet janë të hapura për të gjithë ata të cilët janë të interesuar të merren me këtë sport. Aty, kushtet janë të përkryera. Ushtrohet nga 5 herë në javë dhe mbi gjithë puna bëhet sipas recetave profesioniste dhe me qasje serioze. Kjo shkollë le të shërbejë si shembull edhe për sportet tjera se si punohet në baza profesioniste dhe në rrjedh me sportet e kohës. Shkollës së mundjes Shaban Saidiu i dëshirojmë punë të mbar, të ndershme dhe në shtigje të gjata. Është shumë afër dita kur sukseset nga ky klub do të radhiten si në celulidin filmik. Për këtë dëshmon puna të cilën e pam gjatë një stërvitjeje.